Miku im ti, dal ti qaj do hale, se vetëm ti mua më kupton. Merr gitaren e qo një këngë me vaje, se me një këngë ti shpirtin më shëron. Këngëtari i njohur Arshik Miftari rikthehet me një tjetër rrëfim dashurie. Sa shumë që e dua është kënga që flet për ndjenjen e pastërt, pa zhurmë, pa nevojë për shumë fjalë. Për këtë këngë që tashmë po gjen vend në zemrat e publikut, Arshiku do na rrëfej më shumë rreth frymëzimit, realizimit dhe emocionit që fshihet pas kësaj balade. Shpirtin më shëron, sa shumë që e dua. Ta cek për të parën herë që këtë këngë ka kënu shumë vite më herët, dhe më thamë prindi jam, Selajdin Miftari, dhe që generatat e reja nuk e di, e kam shënu ati që është teksti dhe muzika nga Selajdin Miftari, deshta ta ripërpunoj në stilin tim, në mënyrën time, po që është ideja komplete ati. Nuk kam bëju në asgjë me tekstin. Cilat kanë qenë komentet që i ke marrë nga babai? Të kritikoj ose të faleminderoj që ja ke ripërtri këngën? Fillimisht që mos të kem kritika, unë e pyeta ata marr këngën, a ka mundësi ta këndoj? Me leje. Dhe tregom ata tekstin e saktë, mos gaboj dhe një zanor ose diçka që pastaj të më thot e ke këndu se ke këndu mirë. Dhe i pëlqej realizimi, si gjithmonë, është një fans i imi kisha thonë, i pëlqen mënyra se si këndon. Po të afërmit besoj që meqense është kjo këngë shumë e dëgjuar nga gjeneratat më të vjetra, familjarët, po meq si e kanë mirëpritur? Po kam pas Ka pas raste që të kanë thënë ti e ke interpretu më mirë se Selajdini ose ai? Ka raste, ka prej atyre që thënë më mirë, ka prej atyre që thënë origjinali është origjinal. Një ndër ato që më kanë shtita këndoj këtë këngë është motra ime, e cila më tha një ditë që tha pse se këndon ta këtë këngë, është një këngë shumë e mirë, një tekst, shumë e mirë, një melodi e lehtë. Edhe prej aty filloja ideja që unë ta sjell edhe një herë këtë këngë. Baladat gjithmonë janë forca yte që çdo herë më së miri e shpretin në muzikë dhe në skenën muzikore. Pse përzgjedhe pikërisht në këtë sezon që të vish me këtë baladë? Të thash më herët ishte një këngë që më pëlqen shumë. Dhe Aida çdo herë ne jemi mësu në përdarsma të këndojmë këngë atmosferike, atmosferë çdo herë. Dhe zakonisht kur kam ndonjë periudhë që i kemi më të qetë, i mendoj më shumë balada dhe them pak ta qetësojmë atmosferën. Edhe më shkojnë, përgjithësi i du balada. Mendon që do shërbej kjo këngë pastaj edhe për hapjen e sezonit dasmave? Për shembull për hyrjen e çiftit ose për fillimin e atmosferës? Ndoshta, pse jo, ndoshta edhe për fillimin e atmosferës në darsëm. Po videoklipin Arshik kush e realizoi? Videoklipin e bëm me Bunjamin Kutishin, Galactica Pictures. Një videoklip që ndoshta nuk na ka marrë edhe shumë kohë krahasim me disa videoklipe tjera. E kemi bën më thjesht sepse ashtu edhe deshta unë që të mos të marrim shumë kohë kësaj radhe. Është realizuar diku para një muaji dy, po për shkak disa rrethanave tjera e kemi lënë tash që të Përzgjedhje që tani të lansohet. Po komentet e publikut dhe të fansave cilat ishin dhe sa u mirëprit mirë edhe në rrjetet sociale, sepse kjo menjëherë vrehet, më thënë çdo këngë e lansuar nga artistët, po vrehet se sa po përkrahet nga kolegët e tyre. Aida, për mua çdo herë mjafton që të sjellim një këngë të mirë, e cila nuk do të jetoj vetëm për tash, po do ta ndëgjojnë ndoshta edhe pas disa vite gjenerata tjera. Nuk ka ndoshta shumë rëndësi se u bë shumë virale ose jo. Me rëndësi që të sjellim këngë të mira, që do të mbesin si një bagazh i mirë për neve. U mirëprit në mënyrë shumë të mirë, domethënë si nga fansat, ashtu edhe nga shoqënia, kishin komente shumë të mira, disa nga ata gjeneratat më të vjetra që i kishin dëgjuar më herët, domethënë e komentuan si një nostalgji që ju ka mbet nga ajo kohë. Gjeneratat e reja e pritet shumë mirë, është një ritëm shumë interesant, nuk është
s'kisha thonë as bala, po është si në mes. E ka një ritëm shumë interesant dhe mendoj që në përgjithësi është prit mirë dhe jam shumë i kënaqur. Po pse nuk e vendose që të vish për shembull qoftë në këtë këngë ose me ndonjë tjetër, ndonjë bashkëpunim me babain të madhen Selajdin Miftarit? Këtë ide kam shumë moti. Du që të gjej një këngë të re, Aida, që të vim me ndonjë këngë të re së bashku. Edhe pse kemi më herët bashkëpunime, por me ndonjë këngë të re, Jo të ripërpunuar. Jo të ripërpunuar, ndoshta do të vim shumë shpejt. Por që do jetë surprizë, nuk e zbulon, nuk e zbulojmë tash. Tash do të na kapin ato angazhime tjera, po ndoshta pas sezonës ose do ta shohim kohën. Po. Kur jemi te sezona, kanë filluar dasmat, prenotimet gjithsesi, po, e di që e ke mbyllur tani më duket se sezoni. Vetë se janë mbyllur ato rezervimet, tash fillojnë prej vikendit. Ma thonë fillojnë vetë se startojnë me sezonin e dasmat. Jemi shumë të kënaqur, kemi shumë rezervime dhe presim që ta ndezim atmosferën. Jeni të gatshëm si emocionalisht, si fizikisht për të qenë mirë dhe pranë publikut dhe atyre që e kanë ditën më të veçantë jetës tyre? Po, pas një pauze që e patëm dhe me thonë gjatë muajit Ramazanit, këtë ne i dasmat nuk realizohen, nuk mbahen, kemi mbledhë energji dhe jemi më se të gatshëm për të filluar, na kanë mungu paksa. Ka ndonjë risi që mund të sillni në repertoarin tuaj nga ky sezon ose? Çdo herë mundohemi të ketë Aida risi në repertoarin ton, si çdo vit. Edhe këtë vit kemi bërë me grupin ato mbledhjet tona të zakonshme që mblidhemi zakonisht në studio që edhe bëjmë edhe ushtrime, po edhe vendosim se për repertuarët që mos jemi ndoshta edhe shumë të njëjtë me sezonin e kaluar, të bëjmë ndryshime, hyrja e darsmës ose dhe një këngë që ka dalë e re ose dhe një këngë që mendojmë që është atmosferike ta fusim në repertuar, dhe kështu me radhë. Si të qëndron bashkëpunimi me kolegat? Kritikoheni njëri me tjetrin, kush më shumë e kush më pak, po punon ose? A edhe se, unë çdo herë jam kritik i vetes. E para, ndoshta edhe ajo ka qenë një qelës për suksesin tim edhe tonin bashkë me grupit. Mirëm zakonisht me vetvete, i respektoj, i dua kolegë, kur bëjnë diçka të mirë, thomë, pas ka bosh shumë mirë. Nuk kemi asnjë lloj problemesh asnjëherë. Po. Kur jemi te rezervimet e dasmave, për këtë vit i ke kryesisht në Shkup dhe në Maqedoni ose ka edhe jashtë kufive dasma? Zakonisht, përqindja më e madhe jemi në Shkup, pastaj jemi edhe në qytete tjera, po pas Shkupit e kemi Kumanov, Tetov, Kërçov, pastaj kemi edhe në Kosovë. Dhe kemi oferta edhe për Shqipëri, por sezona është pak problem, periudha kohore, për shkak se jemi çdo natë dhe mundohemi që ato disa data shumë larg që kemi me kilometra ti evitojmë për shkak edhe të kohës. Pse duhet të përzgjidhet Arshik Miftari dhe V2 Band për një aheng familjar? Mendoj që këtë pyetje është mirë t'ja bëni njerëzve. Çka mendoni që ju bën të veçantë nga të tjerët? Çka na bën të veçantë, nuk e di. Nuk s'kisha dashur të flas shumë për veten. Mundohemi të jemi të përkushtuar çdo herë, si në orarin e dasmës, çdo herë jemi një orë para dasmorëve. Mundohemi të japim maksimumin çdo darsëm, nuk e dallojmë se jemi këtu, jemi atje, kemi shku ashtu ose kemi shku më shtrejt ose më lirë. Zakonisht e ndjej çdo darsëm, do me thonë si në familjen time, dhe mundohem ta jap maksimum. Zakonisht me çmimet Arshik jeni fikse apo ka ndryshime sezoni në sezon? Ka ndryshime, siç ka ndryshime edhe do me thonë çdo vit ndoshta ka edhe rritje të numrit, por edhe çmimi po jo ndonjë, do me thonë ndonjë ndryshim shumë të madh. Mundohemi të jemi aty, sepse e dim edhe gjendjen parafërsisht të popullit tonë, nuk kemi me çmime siç flitet në rrjetet sociale, ka shku kaq ose aq. Jemi mesatar, jemi të kënaqur,
njerëzit janë të kënaqur, ajo është më e rëndësishme. Mendoni që është ky një ndër shkaqet kryesore që jeni çdo natë të zënë, sepse i keni çmimet më stabile se sa shumë artistë të tjerë të estradës, artistë të mëdhenj? Është ndoshta një ndër arsyet, por jo arsyeja kryesore, për shkak se njerëzit kur të duan edhe të marrin, domethënë me çdo kush disa që kanë dëshirë, bile datat po rezervohen shumë herët, 1 vjet, 2 vjet, disa data, dhe ka njerëz që arshik të vish të unë, në do t'i jap kaq. Ama jetëm nuk ndodh në unë asnjëherë, për shkak se puna e dartmave është serioze dhe nuk dojmë që asnjëherë të bëjmë kësi lloj gjërash. Nuk është vetëm çmimi, është siç thash përkushtimi, është atmosfera, gjitha. Bashkëpunimi besoj edhe me dasmorët. Me dasmorët, po kemi bashkëpunim me dasma edhe me kolegë të tjerë, që ka dëshirë dikush, për shembull, ka dëshirë ta merr plus edhe një këngëtare ose dikant tjetër, edhe ajo. Por zakonisht jemi maksimalisht të përkushtuar dhe ajo mendoj që është rezultati i krejt kësaj. Cili do të ishte ai mesazhi që do ju drejtohesh fansave, por edhe gjithë atyre dasmorëve që presin arshikun me V2 Band në këtë sezon të dasmave? Na pritni sepse po vim me shumë energji edhe me shumë dashuri për ahengjet e tyre familjare, por edhe për mbrëmjet, do t'i kisha cek edhe mbrëmjet e maturave, cilat jemi si vetë të pranishëm në shumicën prej tyre, kisha thonë të në qytetin tonë. Po vim me shumë energji edhe me shumë atmosferë. Dua të jetoj, sa shumë që dua. Me zërin e tij karakteristik dhe stilin që e dallon, Arshik Miftari na kujtoi se muzika e mirë nuk ka stin, por ajo gjithmonë e gjen vendin në zemra, në dasma dhe në kujtime.